Në shtëpinë të moshuarve në Shkodër janë shtuar 2 shërbime të reja, kabineti dentar dhe fizioterapia, të cilat do të ofrojnë rezidentëve kujdes shëndetësor dhe më të specializuar. Drejtori i institucionit Fatjon Hoxha u shpreh se këto shërbime janë të rëndësishme për banorët, pasi plotësojnë nevojat thelbësore dhe rrisin cilësinë e jetesës brenda qendrës. Realisht jam shumë e emocionuar sepse ja arrita që të realizoj për institucionin e shtëpisë moshuarve Shkodër për këta gjyshat mrekullueshëm që të kenë edhe disa shërbime tjera shtesë, siç është shërbimi dentar dhe ai fizioterapistë, të cilët janë shumë të nevojshëm dhe domosdoshëm. Por kjo klinikë dentare është një donacion, një dhuratë që i jepet institucionit tonë nga mjeku stomatolog Ormir Bushati, i cili është një shok mik i imi, të cilën e falenderoj përzemërsisht, dhe këto gjysha do ta kenë si ambientin e fizioterapisë, po ashtu edhe fizioterapisë nga dishmëri të tyre dhe të janë shërbime të domosdoshme dhe të nevojshme, të cilat ne në vazhdimsi mundohemi që të përmirësojmë. Pajisjet e kabinetit dentar janë dhuruar nga stomatologu Ormir Bushati, i cili theksoi se motivimi kryesor ishte dëshira për të ardhur në ndihmë të moshuarve. Po nevojën që kishte shtëpia e moshuarve për një kabinet dentar, që ma shprehi edhe Fatjonja, duke pas mundësinë për me plotësu diçka të tillë, vendosa më një herë që bëj këtë dhurim, pra kisha mundësinë me dhuru një kabinet dentar. Herët edhe ne duhet më kthy për me reflektu, për me dhuru, sepse knatësia që ne japin urimet e tyne s'ka vlerë parë që e paguën. Në inaugurim ishte e pranishme dhe drejtoresha e shërbimit social shtetëror Reme Xholi, e cila cilësoi këtë investim një model pozitiv bashkëpunimi në funksion të mirëqenies sociale. Në ceremoni mori pjesë gjithashtu edhe kryetari i qarkut Shkodër Edmond Dou. Në drejtimin e shërbimit social shtetëror e them gjithmonë në fakt që këtë punë o duhet ta bësh me zemër o nuk bëhet dot. Kështu që ne themi shpesh herë që e shohim njëri tjetrin si një familje e madhe, sepse në të gjitha qendrat tona, në të gjitha shtëpitë të moshuarve, në gjithë Shqipërinë, shtëpitë e fëmijëve apo qendrat e zhvillimit, duhet patjetër që të kemi mirëkuptim dhe ta bëjmë këtë punë me shumë dashuri. Ky zhvillim konsiderohet një hap pozitiv drejt përmirësimit të shërbimeve sociale dhe shëndetësore për moshën e tretë në shtëpinë të moshuarve në Shkodër.